Tash do më thënë të shfrytëzon këtë pjesë, tamam si një lloj muzicienti, cili ka karrierën e vet muzikore. Po. Është e njëjta gjë. Sa të pëlqen fama të cilën e ke? Fama se do e cekin fansa. Fansa. Unë kur dhe me thonë dhe një shokit ose dikujna mi thonë ti e fansi jemi. Ata nuk e kam pasë në kur merak. Kur. Se këtë jemi njerës, këtë jemi njëjtë. Nga kush ke më shumë shikueshmëri dhe dëshmëri? Nga cilat vende po mendoj? A përpra më shumë vendione apo vendet e tjera? Shikueshmëri dhe me thonë ki edhe nga Kosova, nga nga Kosovës, ki edhe nga për Evropë, në Zvicër, ki edhe në Gjermani, në tonë kije, po muj me thonë, në Kumanrovë dhe me thonë, shkam njofin pak ma shumë. Pak ma shumë. E vërtet, me qire. Po si fillova pak me dalë rrjete sociale, ta në filloj ki hala ma shumë në për Evropë me shku. Dhe me thonë, si jam nalë, qatë sa kam pas mundësi, po alhamdulillah, ka pas shoqëri që ma ka hek edhe udhën. Vetëm me pa mu e mirë. Veç me pa mu e mirë, me thonë vëlla hetse, suksesin tanë, Allah i ta ka ndorë, ti veç më sunal. Unë nuk jam nalë asë njerë. Se do shumica më dhejshin mos e s'ki edhe shumë harë për ilahijeve. Qatë sa kam. Po, që kemi nevojë, po këtë pjesën tjetër, nuk është që kemi nevojë vetëm për muzikë. Jo, valla. Dhe gjëra të shprenuar, halet të quajmë kështu. Normal. Kë e ke si inspirim më të madh, ose kush të motivon më shumë, kush të suporton më shumë, të mbështet më shumë? Dikush që ndjesh ti falimnderues? Unë e falimnderues edhe çak e falimnderoj shumë Mërgimin, Xhaxhin Mërgim Gashin, ku jam sot, aja është këtë shkak. Se aja më ka mësu qysh me hec, qysh me bon, e dhe me thonë krejt. Këtë më ka mësu qysh me, dhe me thonë mës me tepru edhe shumë me ilahia. Shumë me tepru me ilahia, se nuk i bon është njerëzve, dhe me thonë ta cekmi dosadno. Nuk i bon është. Po atë sa ma aktiv, dal nga dal, ma mirë është për tije. Dhe me thonë se tash kur ta bajnë shti punën e një klipit, nuk është esenca vetëm një tavolinë edhe një karrike ta ndojsh. Nuk është. Po aja do zbukurimin e vetë. Dhe me thonë për me dhes pak më shumë, klipi, ilahia jote, dhe me thonë për me pas budget, për me bon tjetër një ilahi. E kështu që Mërgim Gashi, më kanë ndihmu zakonisht që ato ilahia që i kam në YouTube, krejtë se shkaku i atine. Qish më ka mësu, qish më ka eduku, krejtë. Por islam mu së më ka kalëzu kurkush, dhe me thonë, së mu i me thonë kurkush, po prindrit, alhamdulillah, më kanë mësu, edhe unë e kam qu fjallin atime deri në fund, edhe deri sa vtesën e atë fjallin e qoj. Amo, shka është një punë, se rreth unë, alhamdulillah, kam. Po që ato shka pidu, s'po më vinë, dhe me thonë mas meje. Po mi morin do njerës, shka nuk mi do zemra. E shti qish me bo ata në me fjallë, s'po më kuptojnë, ma mi kështon, e me të kalës drejten i kam lanë kejt.